Mëngjesin e të dielës ka startuar në qytetin tonë bregdetar Maratona Durrësit 2025, e cila regjistron edicionin e saj të parë, me më shumë se 1000 pjesëmarrës, nga të cilët 50 garues ishin të rritur. Maratona Durrësit është një nga eventet sportive më masive të zhvilluara në qytetin bregdetar. Organizatori i saj, Taulan Stërmasi, tha se shpresonte që ky edicion i parë të pasojë nga shumë të tjerë dhe të rriteshin distancat nga 50 që u zhvilluan të dielën deri në 21 kilometër. Po, Durrësi është një nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë dhe sigurisht që duhet patjetër që të kemi prioritet, jo në nivel vetëm turizmi, po të kemi edhe sporti të jetë pjesë përbërëse. Pra, turizëm quhet turizëm sportiv. Ky është një nga rastet më të mira që ne të kemi mundësi që të kemi jo vetëm sportistë shqiptarë, por të kemi nga gjithë Europa dhe nga kontinentet tjera. Kemi 18 shtete që marrin pjesë sot në Durrës. Ka një masivitet për 1000-1100 pjesëmarrësit, kështu që të shpresojmë që nga vit në vit Durrësi të rritet dhe të ketë një maraton të vetën dhe 30 distancë nga 50 që kemi sot shkojnë 21 kilometër dhe dal nga dal pastaj shohim mundësitë e veta për të bërë diçka vërtet interesante. Dhe ne vërtet kemi shpresë që Durrësi ka një trajner të jashtëzakonshëm, Tulët, flet, që është shumë ndihmë për sportistët që duan të bëjnë dhe kohë të mirë, po dhe të tregojnë vetes maksimumin që kanë. Gara e parë me 1 kilometër distancë, me pjesëmarrës nxënësit e shkollave, nxori fitues nxënësin e shkollës Shaqe Mazreku Klevis Dila. Pjesëmarrës janë dhe shumë maratonomak të huaj, të cilët kanë ardhur nga 18 shtete të ndryshme të botës. Në kategorinë 10 kilometër për të rritur, fitues doli çifti nga Ukraina, Bogdan Semenjovic për meshkuj dhe Natalia Semenjovic për femra. Në vendin e dytë doli Bledar Mesi, i cili cilësoi garën mjaft të fortë. Është një garë e bukur, është risi, Durrësi bërë një organizim shumë bukur, është hera e parë që bëhet maratona Durrësit në një qytet kaq të bukur dhe një itinerar shumë të bukur. Ne jemi një ekip nga forcat armatosura, bashkë me studentët që marrin pjesë, po jemi edhe pjesëtarë të klubit Tirana që marrin pjesë, edhe ishte një konkurrencë e fortë midis me dhe ukraincit, por normalisht dominoi ukrainci se është me eksperiencë se sa unë, por edhe vendi i dytë për mua është shumë mirë domethënë. Protagonistë ishin dhe fëmijët, të cilët i dhanë dhe një tjetër emocion maratonës.